Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Vuani nga dhimbjet e gjurit, ushqimi që i heqë dhimbjet si me dorë. Çelësi për të shmangur dhimbjet e gjurit mund të jetë në pjatën tuaj dhe ju të mos e dini. Njerëzit që kanë një dietë të pasur me shumë fibra mund të kenë më pak gjasa të zhvillojnë artrit në gjunjë, sipas një studimi të botuar në Annals of Rheumatic Disease. Në studim, studiuesit analizuan të dhënat nga dy studime të ndryshme dhe morën pjesë rreth 5.000 persona dhe zbuluan se më shumë fibër të konsumuar pjesërisht, aq më pak dhimbje gjuri do të përjetojnë mundësisht edhe personat që vuajnë nga problemet e artritit. Konkretisht, në studimin e OI, që konsumuan mesatarisht 20 gram fibër në ditë, kishin 30% më pak gjasa të kishin simptomat të artritit të gjurit dhe 19% më pak gjasa që të kishin dhimbje të gjurit që përkeqësoheshin në 4 vitet të ardhshme, krahasuar me ato të cilët konsumonin më pak fibër. Në studimin e dytë, ato që konsumuan 26 gram në ditë, pra konsumuan më shumë fibër, kishin 61% më pak rrezik për të zhvilluar dhimbje artriti në gjuhë, krahasuar me ato që konsumonin një sasi të reduktuar, më pak se 14 gram në ditë. Në të dy studimit, fibrat e drithrave u shoqëruan gjithashtu me më pak dhimbje gjuri, si që rezulton mund të ketë edhe diçka mbrojtëse të fibrat, me studiuesit që besojnë se redukton nivelin e CRP-s dhe rritëngopjen duke parandaluar ngrënien e ushqimit. Kjo është gjithashtu e rëndësishme pasi ekziston një lidhje e fortë midis artritit të gjurit dhe obezitetit. Pra, siguroni që të konsumoni 25 gram për femrat dhe 38 gram për burrat fibër çdo ditë, përmes frutave, perimeve, bishtajave dhe drithrave, për të mbajtur gjunjët tuaj larg nga dhimbjet dhe për të siguruar gjithashtu një lëvizje më të mirë, të fortë edhe të lehtë të tyre. Gjunjët janë pjesa më e fortë e trupit, por më problematike. Nëse nuk mbahen si duhet, atëherë mund të krijojnë edhe shqetësime në aktivitetet e përditshme. Ato mbështesin të gjithë lëvizjet e trupit dhe kujdesi i duhur i tyre mund të jetë çelësi natyral për ta mbajtur të shëndetshëm. Shumë vetave u ndodh që të ndjejnë një ndjesi dhimbje të gjurit në këmbë dhe të çojë gjithashtu në shqetësime të dukshme dhe në probleme të frakturave të tyre. Ndonjëherë në fakt nuk mund të mendojmë se këmbët tona na mbështesin fjalë për fjalë dhe për këtë arsye është gjithmonë më mirë që të kujdesemi çdo ditë duke u kujdesur më mirë për nyjet dhe të përmirësoni strukturën e kockave. Pra, para së gjithash mos e neglizhoni gjendjen dhe kontaktoni mjekun nëse është e nevojshme dhe parandaloni përkeqësimin e tyre duke shkaktuar kështu disa vështirësi në ecje. Megjithatë, qëndrimet e këqija janë të dukshme, edhe kjo mund të jetë një nga arsyet kryesore pse keni dhimbje, dhe për të kuptuar më mirë si ta bëni këtë, le të përqendroheni edhe në anatominë e gjurit. Gjuri është nyja e vendosur në qendër midis ankës dhe kyçit të këmbës. Ekzistojnë dy kocka kryesore që bashkohen me gjurin, femuri dhe tibia. Në pjesën e përparme ndodhet patela, funksioni i rëndësishëm i të cilës është mbrojtja e gjurit dhe të nxisë veprimin e muskulit të vendosur pranë kofshës, dhe gjithashtu ky pozicion ka nevojë që të jetë gjithmonë i mbrojtur. Janë shumë faktorë që shkaktojnë dhimbje të gjunjëve duke ndikuar kryesisht nga artriti, osteoartriti, artriti reumatoid dhe septik. Cistet e gjurit dhe frakturat është një nga problemet më të zakonshme shëndetësore që zakonisht prek të gjithë. Dhimbja e gjunjëve është e padurueshme dhe therrse dhe frenon tërësisht aktivitetin normal fizik. Sipas ekspertëve, zakonisht dhimbja e gjunjëve shoqërohet me entjet të tyre, kufizimin e lëvizjeve normale të gjurit, probleme me ngritjen dhe zbritjen e shkallëve, qëndrimin në këmbë ose ulur, mbledhjen e ujit te gjunjët duke shkaktuar dhimbje të forta. Gjithashtu, dhimbja e gjunjëve shkaktohet edhe si pasojë e reumatizmës. Kjo sëmundje ndikon në entjen e gjunjëve, skuqjen e tyre, madje edhe në rritjen e temperaturës së trupit, në vështirësinë e ecjes dhe në përkulje gjithashtu. Sugjerohet që të merrni disa mënyra efikase për lehtësimin e dhimbjeve të gjunjëve përmes recetave natyrale dhe t'i përzgjidhni ato në të mirë të shëndetit tuaj. Vendosni kompresa me akull në pjesën e gjurit ku keni dhimbje. E mbarni për 20 minuta dhe bëni këtë ritual gjatë ditës. Shtrëngoni pjesën e gjurit ku keni dhimbje përmes një fashe elastike.
mundohuni të pushoni sa më shumë duke evituar lodhjen e gjunjëve, bëni ecje të ngadalta të cilat nuk ndikojnë në futjen e gjunjëve në aktivitete të plota. Vendosni jastëk të mëdhenj poshtë gjunjëve teksa pushoni. Idhni një lugë gjedhe me piper të kuq në një filxhan me vaj ulliri. Përzjeni bashkë derisa masa të bëhet homogjene dhe masazhoni pjesën e gjurit në zonë që keni dhimbje. Këtë ritual mund ta bëni 2 herë në ditë për 1 javë. Gjithashtu ju mund të lehtësoni dhimbjen e gjunjëve përmes një diete të mirë ushqimore me produkte që janë të pasur me vitamina dhe antioksidantë. Peshku përmban vitaminën B si vitamina B6 e cila lufton anemin, si dhe vitaminën D që është shumë e rëndësishme në asimilimin e kalciumit, element jetik ky në forcimin tuaj më të mirë të kockave. Portokallët, duke mbajtur një sasi të konsiderueshme të vitaminës C, forcojnë në kocka dhe imunitetin. Perimet me gjethësi, spinaçi, lëmpjeta të tjera janë një burim i shkëlqyer i vitaminave, antioksidantëve, vitaminës A, vitaminës C, luteinës, beta-karotenit. Kur këto kompozime bashkohen, krijojnë një mbrojtje të shkëlqyer në krijimin e lehtësimit më të mirë. Bajamet janë një burim shumë i mirë i pasur me vitamina dhe minerale. Bajamet paraqesin një nga komponentët bazë të energjisë dhe vlerave më të mira për shëndetin tuaj të nyjeve. Xhinxheri njihet si një nga produktet më të çmuara me përdorimin e gjerë të tij në lehtësimin e dhimbjeve dhe komplikacioneve të ndryshme shëndetësore. Duke ndjekur këto rregulla do ta keni më të lehtë të ndihmoni edhe në menaxhimin më të mirë të nyjeve tuaja. Të gjitha femrat përjetojnë dhimbje që zhvillohen kryesisht edhe në bërryla, në gjunjë dhe ndërsa meshkujt përjetojnë më shumë dhimbje të shpinës. Mirë po, vetëm për ato shkaqe që gjenden shpesh, nuk mund të pengoni dhe të bëni diçka ta keni në kontroll. Ekzistojnë disa lloje të nyjeve, nga ato anatomike që dallojnë, mirë po, kanë funksione të ngjashme sepse lidhen me kockat dhe gjithashtu lidhen edhe me frakturat. Për të kujdesur më mirë për shëndetin tuaj të kockave, duhet të evitoni një sër problemesh. Osteoartriti shfaqet kur trupi fillon të humbasë ynë. Mirë po, ka shumë faktorë të tjerë që ndikojnë në këtë, siç është edhe plakja. Faktori i parë është plakja. Duke u plakur, ne mund të kemi probleme me kërcet, me kalimin e moshës, mund të pëlcas dhe të shfaqet edhe erozioni kockave. Lëndimet e mëhershme mund të ndikojnë gjithashtu në dhimbjet tuaja të nyjeve dhe të shfaqin problematik të theksuar. Faktorët të cilët e përshpejtojnë erozionin e kockave mund të jenë lëndime në moshën e rinisë. Mirë po, edhe te personat të cilët kanë pasur një frakturë të lehtë mund të shfaqet erozioni. Inflamacionet gjithashtu mund të ndikojnë. Lëndimet e vogla ndikojnë në bllokimet e nyjeve tuaja, sepse gjatë kohës inflamacioni lirohen edhe kimikatet të cilat janë destruktive për kockat. Humbja e masës muskulare. Duke u plakur, persona natyrshëm humbasin masë muskulare. Nëse nuk e bëni ushtrimet që t'i mbroni në vend të muskujve nyjet me vete, do të marrin peshën e jetës së përditshme dhe kjo do të çojë deri në dëmtime më të mëdha të tyre. Mbi pesha mund të jetë një arsye. Sa më shumë që të qëndroni mbi peshë, aq më shumë do të dëmtoni kockat. Kjo posaçërisht ka të bëjë me gjunjët. Problemi është që kërcitja e cila është më problematike e tyre nuk mund të kthehet në një mënyrë pozitive. Gjithçka që duhet të bëni është të mbani peshën në kontroll për të evituar edhe dëmtimin e kockave. Për fillim, ktheuni në peshë të shëndetshme. Kjo është më e rëndësishme për të ruajtur nyjet tuaja. Kërkoni ushtrime të cilat do të forcojnë muskujt përreth nyjeve të cilat ju dhembin. Lëvizjet e vogla do të thonë shumë dhe shtangja e nyjeve do të jetë një ndikim. Mos përkufizoni dietën tuaj. Disa aktivitete të thjeshta janë të mundimshme. Konsumoni më shumë ushqime të cilat do të ndikojnë pozitivisht në shëndetin tuaj të nyjeve. Kjo është një mundësi e shkëlqyer për të përmirësuar edhe kockat. Gjithashtu merrni vitamina të rëndësishme të cilat i merrni gjithmonë në mbikëqyrjen e një mjeku. Vitamina D është vitamina më e mirë për kockat dhe ndihmon absorbimin e kalciumit dhe mineralizimin e kockave. Ekspertët thonë se duhet ta merrni edhe përmes ushqimeve dhe nga dielli, pasi është një vitaminë shumë e rëndësishme në strukturën tuaj kockore. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.